dhënë çdo detaj të implikimit direkt të Edi Ramës, Bazhanakut dhe lindës në aferat e Akshit. Edi Rama e din mirë se tashmë gjithçka ka dalë në dritën e diellit, sa ai nuk është gjë tjetër veç se një ergysagas. Ndaj dhe përpritet në këtë mënyrë. Akshi është dosja që ka lënë pa mend kancelaritë europiane, por edhe të vendeve tjera të mëdha. Është dosja që të i kalon çdo lloj imagjinate. Për të mos fol pastaj për qindra dhe mijëra video dhe fotografi në të cilat edhe vetë Edi Rama është këmbë kokë i damkosur. Edi Rama polot me fatet e vendit, me fatin e çdo shqiptari për të mbrojtur krimet e tij. Ndaj dhe 10 shkurti është ditë e çdo qytetari. Është ditë e dignitetit, e guximit, e kurajos, e vendosmërisë për të marrë fatin në dorë. Ju e patë edhe sot, pavarësisht se Peleshi i parlamentit e kishte hequr, por në takimin që bëri në Departament të Shtetit, citoj fjalë për fjalë, lufta kundër organizatave kriminale transnacionale, çka parakupton rrezikun që kartelet shqiptare të drogës, organizatat e drogës, paraqesin për vendet tjera. Dhe ajo censuron, duhet lexojmë njoftimin e departamentit për të marrë vesh të vërtetën e shqetësimeve të Shteteve të Bashkuara. Këta janë bashkëpunëtorë në krim. Niko Peleshi që bën këtë censurë është bashkëpunëtor në krimet e Edi Ramës. Ndaj dhe njëherë, rruga e vetme është kryengritja paqësore. Nuk kanë asnjë interes tjetër përveç pasurimit dhe vjedhjeve, me vjedhje për pasurim të tyre. Faleminderit. Kam dhe një mesazh për të gjitha familjet shqiptare në zonat që përmbyten. Unë e kuptoj se janë krejtësisht të braktisura nga një qeveri mafioze, nga një organizat kriminale, por të marrin çdo mas vetë, të bëjnë çdo përgatitje, në mënyrë që të zvoglojnë në maksimum mundësit e dëmeve të një përmbytje në potencial. Të dhanat janë për mot të madh. Dhe ky mot rrezikon më shumë se i pari, për një seri arsyesh, sepse nuk është marrë asnjë mas, nuk është bërë asnjë rregullim pas përmbytjes parë, dhe gjendja është akoma më e rëndë. Sigurisht deputet të PD-s dhe këshilltarët e saj do të gjenden në teren, por për solidaritet, por vetë kuptohet, ekzekutivi nuk ka ndërmarrë dhe nuk ndërmerr asnjë mas. Faleminderit.
Zoti Berisha, në rast të një rreziku të mundshëm potencial për negociatat e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Edi Rama zgjedh të sakrifikojë integrimin e vendit për të mbrojtur dhe mos lëshuar Belinda Ballukun, cila do të jetë përgjigjja e opozitës? Pyetja e parë. Përgjigjja e opozitës është një dhe vetëm një. Kryengritje paqësore gjerë largimin e tij. Kjo s'ka. Ne, domethënë, jemi vunë djeni, ose si thush kemi marrë një djeni për zhvillimet në kancelaritë europiane dhe në Bashkimin Evropian. Por ne jemi të sigurt se pavarësisht nga vendimet, nuk vjen njeri për ta larguar, do ta largojmë ne Edi Ramën. Kjo është gjithnjë qëndrimi ynë. Natyrisht është shumë e hidhur. Pse? Sepse një xhbërje e procesit e nxjerr Shqipërinë absolutisht në një orbit krejtësisht tjetër. Por ama një gjë, me shkrim dhe me gojë, para jush, por dhe në audienca tjera shumë të rëndësishme, ne kemi paralajmëruar se ky vend, kjo qeveri dhe ky regjim, nuk plotëson në mënyrë absolute asnjë kriter në proces të integrimit përveç pozicionit gjeostrategjik të Shqipërisë. Këtë e kemi thënë edhe atëherë kur Edi Rama ngrihej në qiell si frymëzim por reformat që ka bërë. Ja tani që po i shkelmon me këmbë ato të cilat i paraqiste si të jashtëzakonshme. Ja cili është Edi Rama sot. Po e kuptojnë, po pak me vonesë. Sigurisht në ata kontenet ishim të partë, dhe ne ishim. Zoti Berisha, edhe një pyetje tjetër që lidhet në kulmin e debateve për rrogat e gjyqtarëve, ish ministri i drejtësisë dhe njëherash kryetari i Komisionit të Ligjeve i Partisë Socialiste Ulsi Manja ka paralajmëruar gjyqtarët e GKK-s që t'i vënë gishtin kokës të mos bëhen noter të prokurorëve, ndryshe do të ndërhyjmë. Pra ka paralajmëruar ndryshime në sistemin e drejtësisë. Partia Demokratike do të bëhej pjesë të këtyre ndryshimeve? Faleminderit. Partia Demokratike s'bëhet pjesë në absolute e asnjë ndërhyrje. Edhe radhën e kaluar e theksova dhe tani. Gjykatësit dhe prokurorët e vendit kanë të drejtë 100% të pretendojnë një piramid rrogash në frymën e kushtetutës dhe të ligjeve. Kanë të drejtë të refuzojnë një piramid rrogash e cila është ndërtuar totalisht mbi baza qëllimesh të zeza politike. Gjykatësit dhe